Mirëmbrëma në Xhiro me Syqin. Sonte kemi një të ftuar special. Them special për vetë situatën dhe për vetë pjesën më të dhimbshme që ka ngelur tashmë jashtë kufive të botës shqiptare. Pra kemi një pavarësi në Kosovë, kemi shqiptarët në Malzi, po që janë disi më shumë të drejta se shqiptarët e Bujanocit, Preshevës dhe Medvegjes. Kemi kryetarin e komunës Bujanocit, Arber Pajaziti. Arber, mirëmbrëma, mirë se ke ardhur. Mirëmbrëma, Ilir, mirë se u gjej. Mirëmbrëma. Arber, si është situata në Bujanoc, por ju mund na jepni një mendim edhe në Preshevë e Medvegje? Po, situata politike në lugin Preshevës, në përgjithësi, në veçantë në komunë Bujanocit vazhdon të jetë e brisht, ku shqiptarët janë të diskriminuar atje, ku shqiptarëve nuk u ofrohen vende pune kyçe në organe shtetërore, pra edhe për kundër vullnetit të shqiptarëve për të integruar në institucionet e Serbisë, ata nuk na i hapin dyert për këtë dhe vazhdojmë që të jemi. Më fal që po të pres, më fal. Si mundet të integrohen shqiptarët kur janë shumicë, duhet të integrohen serbët me shqiptarët? E kam fjalën për institucionet shtetërore, sepse në institucionet lokale, edhe ashtu në Bujanoc janë të integruar, gjithashtu në komunën e Preshevës dhe Medvegjes, mirë po shqiptarët nuk janë të integruar në institucionet republikane, shtetërore. Republikane, okay. Marrim shembull shërbimin e katastrit, e cili gjendet fizikisht në objektin në godinën e komunës Bujanocit, e që në historinë e tij, prej kur funksionon, asnjëherë nuk ka punuar asnjë shqiptar. Kemi për shembull hierarkinë e policisë, ku komandanti i policisë dhe kryeshefi i policisë vinë nga qytete tjera të rajonit dhe nuk janë as serb lokal, madje. Po. Mos flasim që nuk janë shqiptar. Dhe në përgjithësi kështu në organe shtetërore, si në polici, në postë, në dogana, në pagesat e autostradës e kështu me radhë, shqiptarët po diskriminohen, po vazhdojnë të diskriminohen dhe kjo e bën pak situatën më të vështirë. Gjithashtu edhe gjendja ekonomike atje nuk është shumë e mirë. Kohëve të fundit po përballemi edhe me migrimin e të rinjve, ku pasi Gjermania i ka hapur dyert dhe po i pranon të gatshëm të gjithë profesionistët, jo vetëm nga lugina Preshevës, po nga gjithë Ballkani, kjo e ka prekur edhe komunën tonë dhe për fat keq situata nuk mund të themi se është e mirë. Okej, në këtë situatë, a keni ju një bashkëpunim ndërmjet komunave dhe sa jeni në bashkëveprim për të bërë situatën më të mirë, duke kërkuar drejtat edhe ndërkombëtarisht dhe sa institucionet dhe sa jeni në bashkëpunim me Kosovën, me qeverinë e Kosovës dhe qeverinë e Shqipërisë me Tiranën. Dhe sa ju ndihmojnë këto juve në këtë drejtim? Sot ju keni pasur një takim me Armando Dukën, kryetarin e Federatës Shqiptare të futbollit, për një bashkëpunim me futbollin e Preshevës, Medvegjes dhe Bujanocit. Ishte më duket edhe kryetarja e Preshevës, apo jo? Po, ishim bashk. Po Medvegja nuk pruri njëri? Nuk pruri Medvegja njëri. Medvegj për fat keq kanë mbetur një numër i vogël i shqiptarëve që jetojnë. Atje ndodhi spastrimi më i madh etnik në vitin 2015, ku diku për një periudhë 6 mujore u pasivizuan adresat rreth 5000 shqiptarëve, të cilët mbetën pa dokumente dhe tash ajo pjesë po do të thonë jetojnë një numër shumë i vogël i shqiptarëve, diku rreth 500 shqiptar jetojnë në Medvegj, dhe fizikisht Medvegja është edhe shumë më larg se Bujanoci dhe Presheva që e kanë afërsinë mes veti. Prandaj ne ishim sot, unë si kryetari i komunës Bujanocit dhe zonja Sinani, kryetare e Preshevës, ishim në Federatën e Futbollit Shqiptar, ku bashkë me presidentin Duka nënshkruam një memorandum bashkëpunimi i cili ka të bëjë me dhënien e shanseve të trinjve që të testohen, të vinë të trajnohen në Shqipëri. Pra bëhet fjalë për disa projekte ku zoti Duka, Federata e Futbollit Shqiptar do të investoj në lugin Preshevës, kryesisht në futboll. Në një farë forme po bëjmë bashkimi kombëtar në futboll. Pasi nuk mund ta bëjmë në sfera tjera. Bashkëpunimi mes komunave gjithmonë kur është në interes të shqiptarëve ne bashkëpunojmë, jo vetëm me komunat, po edhe me partitë politike të cilat kemi sigurisht divergjencat tona, në interes të komunitetit shqiptar ne gjithmonë jemi një zërit të bashkuar. Institucionet në Shqipëri dhe në Kosovë, mund të them sa i përket Shqipërisë,
ne si Bujanovc kemi raporte korrekte, kemi raporte të mira me institucionet këtu, kryesisht me Ministrin e Punëve të Jashtme, me Bashkinë e Tiranës. Ministri e Punëve të Jashtme. Ministra tani, po Ministri e re ende nuk e kemi takuar, po në të kaluarën me ministra tjerë kemi pas bashkëpunim të shkëlqyshëm. Komuna Bujanovc është pjesë edhe Unionit të Bashkive Shqiptare, të cilën e ka themelu Bashkia e Tiranës, ish kryetari Erion Veliaj, dhe kjo vazhdon që të kemi projektet për bashkëta. Ndërsa se i përket Kosovës, për fat keq, Komuna Bujanovcit nuk ka raporte, nuk ka komunikim as zyrtar as privat. Me qenë? Me Kosovën? Me Kosovën, po, për shkak se Kryeministri Kurti në Bujanovc ka përkra vetëm një parti politike dhe bashkëpunon me vetëm një parti politike dhe nuk i njeh institucionet lokale. Realisht nuk njeh pluralizmin politik. Po, nëse e njeh pluralizmin politik dhe demokracinë, atëherë unë jam fituesi i zgjedhjeve në Komunën Bujanovcit, unë jam kryetar i Komunës Bujanovcit, i zgjedhur me votë të lirë dhe nuk pranon të bashkëpunoj me neve, bashkëpunon me Komunën e Preshevës, bashkëpunon me Këshillin Kombëtar Shqiptar, me deputetin atje, mirë po jo edhe me Komunën e Bujanovcit, dhe kjo vetëm për shkak se unë jam kryetar. Po të ishte kryetar dikush nga partia me cilën ai bashkëpunon, sigurisht që do të kishte pas bashkëpunim. Tani, ju thatë që me presidentin Duka, po boni bashkimin kombëtar ndërmjet futbollit. Po. A është ke shteti shqiptar dhe ke shteti Kosovës ky vullnet për një bashkëpunim të tillë? Mu më duket se jo. Pra sporti keni drejt po i bashkon biles. Unë kam thënë dhe tjetër përpara që futbolli shqiptar na ka fut në Europë, kurse ne akoma jemi lart. Pajtohem me këtë konstatim dhe bashkimi kombëtar, do të thonë, ne gjithmonë e dim se bashkimi kombëtar nuk do të varet nga Komuna Bujanovcit, a do të bëhet apo jo. Se po të ishim varur nga komuna jo, ne do të kishim bërë. Po them në mënyrë simbolike. Okej, po. Ne kemi pas takime të ndryshme me të gjithë liderët politik Kosovën në Shqipëri. Të gjithë na kanë thënë se qendra juve është Beogradi. Ju duhet në Beograd kërkoni më shumë të drejta, kërkoni më shumë fonde, kërkoni projekte. Mirë, po këtë askush nuk na ka thënë publikisht. Na kanë thënë në për takime me dyert të mbyllura. Askush nuk e thot publikisht. Askush nuk e thot publikisht. As ky nacionalisti dhe ky i bashkimit kombëtar, kryeministri, askush nuk e thot publikisht dhe kjo neve na vu me një pozitë shumë të keqe. Për shkak se nëse ne dëshirojmë të integrohemi, pastaj në thojza ne jemi bashkëpunëtor të Serbisë. Në anën tjetër na thonë se ju duhet kërkoni më tepër atje. Kështu që jemi me një situatë ku her pas here neve na ka përdor edhe Kosova, edhe Serbia për interesat veta politike. Po Shqipëria? Për shkak të raporteve, të jem korrekt, jo, Shqipëria nuk na ka përdorur për interesat politike. Ju përmendët pak më parë Erion Velin që e ka fut në komunitetin? Po, në Unionin e Bashkive Shqiptare. Në Unionin e Bashkive Shqiptare. Po, madje Bashkia e Tiranës ka nda edhe një fond prej 500.000 euro për ndërtimin e një palestre sportive në një shkollë në Bujanovc, ku shumë shpejt do të fillojnë punimet pasi ka përfunduar procedura e tenderimit tash. Do të thonë, kryetari i Bashkisë Tiranës, Erion Velia, se aktualisht është kryetar bashkia akoma. Nuk e di këto procedurat, po di që ka pas një iniciativë për shkarkim. Me ligje është akoma kryetar i bashkie. Nuk është shkarku, biles javën që vjet ndahet nëse merr vendimin gjykata lart, po ka qenë bashkëpunues me ju dhe ju ka ndihmuar edhe për financimin e shkollave apo palestrave apo ku e diun. Po, ka qenë, domethënë, shumë bashkëpunues. Ne kemi pas disa projekte të përbashkëta. Unë nesër do të kem një takim me drejtoreshën e Unionit të Bashkive, zonjën Andriola Kambo, ku do të kemi edhe një projekt lidhur me inovacioni, po nesër do të flasim edhe për detajet. Kështu që ne kemi bashkëpunim të sinqert dhe shumë korrekt me Bashkinë e Tiranës dhe me Unionin e Bashkive Shqiptare. Ndërsa në anën tjetër kemi edhe fondin i cili qeveria e Kosovës e ndan për Luginën. Në vitin 2022-23 deri tash ka filluar me 2 milion dhe ka arritur deri në 4 milion që t'i fus në vi buxhetore. Mirë, po realizimi nuk është bërë asgjys. Dhe e vetmja herë është kur në vitin 2023 ky fond u shpërnda dhe pra përfituan personat të cilët pak më herët thash, bashkëpunëtorët e një partie politike apo aktivistët e një partie politike dhe në një farë forme
përmes organizatave jo qeveritare dhe ato 2 milion euro u keq përdorën, atje të qytetarët këdo që e pyet thonë i vodhën, mirë po më thëmë u keq përdorën, sepse nuk e di se thonë në mënyrë etike, po i vodhën, Shqip i thuhet ashtu po. Normalisht ato 2 milion euro nuk janë pa kund të investohen për shkolla, për palestra, për rruga, ato shkuan në xhepa të militantëve vetëm një partie politike. Një partie politike që është partia e Albin Kurtit. Që është partia cila bashkëpunon me Albin Kurtin e që është partia e Shqip Kamberit, deputetit aktual në Parlamentin e Serbisë. Qartë. Domethënë, Albin Kurti pagu njerëzit cilët bashkëpunojnë me Serbinë për të qenë në favor të Albin Kurtit. Albin Kurti ka pagu, tash nuk e di qëllimin. Qëllimi deli qartë. Mjetet të cilat qeveria e Kosovës i kanë nda për luginën, kanë shku në xhepa të militantëve të një partie politike e cila është e afërt me Albin Kurti. Dhe kush i gjykon këto njerëz për këtë korrupsion dhe për këtë vjedhje? Po nuk e di, duhet ndoshta ato janë mjetet të taksapaguesve të Kosovës. Kështu që s'ka kush gjykon. Kështu që Serbisë intereson vetëm TVSH-ja paguhet. Kur ato mjete harxhohen. Si vjen mirë që këto i vjedhin edhe nuk i përdorin për ngritjen e shkollave apo të nivelit. Ajo është lloj donacioni dhe në këtë pikë nuk e intereson. Ka duhet me thonë s'na e kanë fajin serbët, e kemi fajin vetë. Po gjithmonë shqiptarët më tepër vetë kemi fajit. Po jemi mësuar të lëm të tjerëve. Tash çfarë koordinimi, u pyeta edhe njerëz, çfarë koordinimi ka dhe deri ku shkon ky koordinim pavarësisht bindjeve që keni ju me Albin Kurtin apo me partinë e Albin Kurtit, po kur vjen puna, partitë edhe këtë e kemi edhe në Shqipëri, që ne nuk koordinojmë veprimet për një platformë kombëtare. Dhe marrëdhëniet e Shqipërisë me Kosovën nuk kanë qenë asnjëherë kaq të akullta as në kohën e Enver Hoxhës. Si e shpjegoni këtë? Kjo për neve është shumë shqetësuese, sepse ne i kemi sytë të kthyer ka Shqipëria dhe ka Kosova. Dhe çdo raport i keq mes Kosovës dhe Shqipërisë për neve është shumë dëshpërues atje. Sepse ne gjithmonë themi, nëse kemi një Shqipëri të fortë dhe një Kosovë të fortë, ne mund të llogarisim edhe ne që jemi të fortë. Kur i shohim ata të dopt ose të përçar, tek ne humbi edhe shpresa. Dhe kjo është e pajustifikueshme, domethënë është e pafalshme. Por neve atje është shumë ekstrem dëshpëruese me i pa raportet mes Kosovës dhe Shqipërisë, të cilat nuk janë të mira. Kjo neve na dhem shumë, po ne nuk kemi çfarë të bëjmë këtu. Subjekti i cili i takoj, Komuna Bujanovcit, gjithmonë bëjmë kujdes që mos të bëjmë anime politike. Ne nuk kemi me asnjë parti politike. Ne qëndrimi jonë është që të funksionojmë dhe të bashkëpunojmë vetëm me institucionet, si në Shqipëri, ashtu edhe në Kosovë. Nuk e kemi në luksin që të jemi pjesë e një partie politike. Unë nuk marr pjesë në asnjë fushat politike, edhe pse kam ftesa, kam miq në çdo parti politike, si në Kosovë, si në Shqipëri, si në Maqedoni. Ndërsa rivalët e mi në Lugin marrin pjesë në përtubime politike, sidomos në vetëvendosje e kemi pas. Maqedoni tash fresk. Kryetaren e Preshevos, e cila ka shkuar në disa tubime në Maqedoninë e Veriut, gjithashtu në disa tubime në për disa komuna në Kosovë ku i kanë mbështet kandidatët e vetëvendosjes. Dhe e pam se si ka pas ftesa, po nuk kam shkuar, domethënë kam refuzuar me qendrimin. Sepse do të merrni. Mendoj që kjo mendoj që është më korrekt. Keni bëj gjën më korrekte. Njeriu nuk mund të marrë një anësi sepse nesër del partia që nuk e përkrati edhe atëherë gjykohesh ti dhe fillojnë këto masë konfliktet. Dhe ja që ndodhin në Maqedoni, ja që i boni Albin Kurti Maqedonisë. Urdhë, e ke faktin. Po, për fat keq, shqiptarët Maqedoni nuk kanë qenë ndonjëherë më të përçarë se tash. Pse? Neve na vjen shumë keq edhe për këtë. Pse? Këto ndikimet nga jashtë ndoshta ka pas tentativa edhe të kalumën që të ketë ndikime. Mirë, po është çështja e jonja, e lejojmë apo nuk e lejojmë. Domethënë unë po them, unë kam miq edhe në Maqedoninë e Veriut, në për të gjitha partitë politike. Kam pas edhe ftesa që të shkoj ti për krah në mënyra të ndryshme ose të paktën nuk kam pranuar as të takohen gjatë fushatës zgjedhore. Edhe me kryetarët aktual. Gjon më të mirë keni bë. Faleminderit. Tash problemi është që po flitet që në Bujanoc, Preshev dhe Medvegje po bëhet të thoj za një far ose fakt një far pastrimi etnik nëpërmjet thirrjeve në ushtri që të bëhet e detyrueshme, duke nuk e di as bëu apo jo. Dhe njerëzit duke ja largu asaj për mos të paraqitur ushtar largohen nga këto rajone. Dhe
Serbia i që regjistron pastaj. A është e vërtet kjo dhe sa është e vërtet? Ne kemi dëgju presidentin Vučić i cili e ka pru një vendim ku e ka bërë të detyrueshme shërbimin ushtarak. Mirë po, ky vendim ende nuk ka hyrë në fuqi. Dhe nuk e di çka do të ndodh. Mirë po, shqiptar i ri i cili do ta vesh uniformën e Serbisë dhe shkoj të kryej shërbimin ushtarak, unë nuk besoj që ka. Kjo edhe për shkak të kaluarës tonë të dhëmshme, e cila plagët e luftës fundit ende janë të hapura. Ne kemi të freskët kujtesën kur prindrit i kanë dërguar fëmijët ushtar dhe i kanë kthyer në arkival. Dhe kjo shkakton domethënë mosbesimin aq të madh saqë do të detyrohen që të largohen ndoshta nga aty, por këtë shërbim nuk do ta kryejnë. Në anën tjetër, spastrimi po ndodh përmes pasivizimit të adresave. E thash më herët për Medvegjen, pastaj kjo ka vazhduar me Bujanosin dhe tash ka një intensitet pak më të shtuar me Preshevën, ku zona fshatrat përreth, fshatrat e Malësisë, rreth kufirit në Kosovën, janë të boshatisura. Ata janë larguar atëherë me dhunë në vitin 2021 gjatë konfliktit armatosur. Menjëherë pas përfundimit luftës të Kosovës, paramilitarët serb u vendosën rreth zonës kufitare, ku kryesisht banoheshin me shqiptar dhe ata shkaktuan frikë, panik tek qytetarët dhe ata u larguan një pjesë e tyre në Kosovë që tashmë ishte e lirë dhe në vitin 2011 Serbia pruni një ligj ku nëse 40 ditë nuk je në shtëpi, domethënë duhet të tregosh ku je. Dhe për shkak raporteve të ngrira mes Kosovës dhe Shqipërisë dhe në fakt, mes Kosovës dhe Serbisë. Dhe mosnjohjes të dokumentacionit. Domethënë ata qytetarë të cilët jetojnë në Kosovë përkohësisht ose punojnë përkohësisht në Kosovë, po pasivizohet adresa në Lugin Preshevës. Dhe kjo pastaj po e pamundson që të jenë në regjistrin civil, po e pamundson të jenë në lista zgjedhore, po e zvogëlojnë numrin e votuesve shqiptar. Në të njëjtën kohë këta nuk mund të vazhdojnë as pasaportën, as lejet e qarkullimit, as letër njoftime dhe as një dokument. Kjo pastaj shkakton problem ku nuk mund t'i trashëgojnë as pronat shqiptarë nga prindërit e tyre. Do të thonë po futemi në një problem, shqiptarët po futen në një problem i cili po i çon në spastrim etnik. Do të thonë se kur i humb gjitha këto drejta, atë nuk mund të jetojë një njeri aty. Dhe kjo po ndodh përmes ligjit. Ligji mund të japë edhe të drejta universale, përmes ligjit mund të bëhen edhe spastrim etnik. Pra Serbia e ka qëllimin e njëjtë që të bëj spastrim ndaj shqiptarëve, mirë po ka ndruar formën. Jo tashmë me pushka automatike dhe me tanke, por përmes ligjit. Dhe kjo po ndodh edhe në sy të Evropës. Ne kemi takime të rregullta me përfaqësues të ambasadave të tuaja në Serbi, sidomos shumë aktive ambasada e Amerikës, e Gjermanisë, e Britanisë, Austrisë, Zvicrës, ambasadori i OSB-s është shumë herë në Lugin dhe ne gjithmonë këtë shqetësime i shprehim. Ata më tash e dinë, pajtohen me neve që po ndodh kjo gjë, mirë po nuk kanë forcë që ta ndryshojnë. Nuk kanë forcë që ta ndryshojnë. Nuk kanë forcë që ta ndryshojnë. Deri tash jo, nuk ka pas asnjë hap pozitiv drejt kësaj. Po shteti shqiptar sa e ngren zërin dhe shteti Kosovës sa e ngren zërin për këtë problem që ju thatë sa po thatë? Ne ndëgjuam edhe fjalimin e presidentit të Shqipërisë, Bajram Bega, po në Këshillin e Sigurimit ku e përmendi këtë problematikë. Dhe ne falenderuam të gjithë për këtë. Mendoj se ky problem është ndërkombëtarizuar. Mirë po, nuk po ka mekanizëm i cili e ndal Serbinë që mos ta bëj këtë. Do të thonë tashmë nuk e di a ka diplomat i cili nuk e din këtë problematik. Madje kudo që udhtojmë, kur i tregojmë se jemi të Luginës Preshevës, menjëherë na thonë, po ju e keni atë problemin me pasivizimin e adresave. Është ndërkombëtarizuar si çështje. Mirë po, nuk po gjenden mekanizma me cilën kjo dukuri ndalohet. Po presidenti i Kosovës edhe Albin Kurti, çfarë qëndrimesh majnë për këtë? Gjithashtu edhe presidentin e Kosovës e kemi ndëgjuar në forume të ndryshme që e kanë ngritë zërin për këtë. Për këtë problem. Kryeministrin nuk kam pas rast me ndëgju që e kanë ngritë këtë problematik. Ose nuk e kanë ngritë, thuje më të sot. Nuk e kam ndëgju, nuk e di. Nëse e kanë ngritë dikun të kun. Jeni shumë etik dhe shumë diplomat. Po në anën tjetër, një problem tjetër është gjua shqipe. Sa është e lejuar gjua shqipe dhe simbolet kombëtare në luginën
e Preshevës. Gjuha shqipe, vazhdoni. Gjuha shqipe në Luginë është e lejuar në komunat Preshevë buen 19 vjeç. Do të thonë dokumentet jepen në dy gjuhësi. Shqiptarët kanë të drejtë të paraqesin një kërkesë në gjuhën shqipe dhe pastaj do ta marrin dokumentin në dy gjuhë. Do të thonë kjo është e lejueshme dhe zbatohet. Ka ngjecje në ndonjë institucion. Ndonjëherë edhe ne vetë në organet komunale nuk arrijmë që t'i përkthejmë disa dokumente dhe i lëshojmë në një gjuhë. Mirë po, është e lejuar me ligj dhe pastaj është çështje tjetër e zbatimit dhe organizimit të brendshëm. Ndërsa sa i përket simboleve kombëtare, Serbia ka një ligj ku e ndalon përdorimin e simboleve kombëtare të njëjta me dimensione të njëjtë të një shteti tjetër. Kështu që ne në çdo vit për 28 nëntorin ne vendosim në godinën e komunës tash, në të kaluarën e vendos në godinën në objektin e partisë ku veprojmë. Dhe gjithmonë jemi gjobitur me gjoba deri në 1000 euro për vendosjen e flamurit. Do të thonë kjo është e ndaluar, mirë po edhe pse është e ndaluar, shqiptarët e përdorin her pas here gjobiten, por nuk ndalojnë që se përdorin. 1000 euro ja vlen me gjobit me flamurin. Patjetër, un disa herë në gjykatë kam qenë dhe po e kam pranuar, po unë e kam vendos, prap do ta vendosi. Vendosni çfarë do gjobe, nuk do të mundi të më ndaloni që ta bëj këtë. Sepse nuk ka parë e cila të ndalon me përdor simbolin tënd kombëtar. Dhe ata nuk e kuptojnë këtë, se flamuri i Shqipërisë për neve nuk është flamuri shqiptar, për neve nuk është flamur shtetëror, është kombëtar. Është i nacionalitetit tonë. Ata këtë nuk e kuptojnë. Dhe në debate të ndryshme, kur i pyesin mirë, cilin flamur duhet ta përdor një serb i cili jeton në Maqedoninë e Veriut, thotë këtë që e kemi ne, po pse ne mos ta përdorim? Logjike. Po kështu është ligji. Do thonë ata i kanë bërë ligjet si ligje serbe. Ligje serbe po shkelin hapur drejtat e njerëzit. Pikërisht. Dhe tu është fatkeqësia edhe për komunitetin ndërkombëtar që flet shumë për drejtat e njerëzit dhe i shef se si shkelen jo vetëm Luginë e Preshevës, por edhe në vende të ndryshme të botës. Tani si e shikoni ju ardhmen e Luginës Preshevës, pra Bujanoc Preshev Medveq? Dhe çfarë do të ndodhi, çfarë parashikoni ju që do të vinë në të ardhmen me këto që sapo thatë dhe me situatën e marrëdhënieve Shqipëri, Kosovë dhe mos harrojmë të shqiptarët e Malizzi nuk di si i keni marrëdhëniet me ato. Mirë kemi marrëdhëniet me shqiptarët e Malizzi, kemi bashkëpunim. Po, sidomos me komunat shqiptare, me komunën e Ulqinit kemi bashkëpunim të mirë, edhe me shqiptarët e Maqedonisë së Veriut. Edhe me shqiptarët e Maqedonisë së Veriut. Bashkëpunojmë me komuna. Her pas here në për fondet të Bashkimit Evropian në IPA fonde aplikojmë me projekte të përbashkëta. Kemi edhe disa projekte të cilët janë realizuar, disa tjera jemi në pritje, kështu që kemi bashkëpunim në këtë rrafsh. Mirë po, pas gjithë këtyreve që i bisedum, këtyre problematikave me të cilët shqiptarët e përballen, numri i nxënësve bie çdo ditë, rinia ik çdo ditë nuk sheh perspektivë në Bujanoc, po flas, nuk mund të them se presin ditë më të mira. Ne po mundohemi çdo ditë që të krijojmë ndonjë vend pune, jemi shumë azhur çdo ditë, kërkojmë në institucionet republikane që të futen shqiptarët në punë. Janë disa lëvizje të vogla, mirë po Serbia ka edhe me kushtetut që nëpër komuna me pakica kombëtare të përfshihen pakica në bazë për përbërjes popullsisë e cila është. Në Bujanoc nëse janë 60% shqiptarë, numri i shqiptarëve të përfshirë në organe shtetërore nuk është as 10%. Domethënë kjo është diskriminim jashtëzakonisht i madh. S'ka si të bëhet. Dhe problemi tjetër është edhe mosnjohja diplomave të Kosovës, të universiteteve të Kosovës, nuk njeh Serbia këto. Po Shqipërisë? Shqipërisë njeh me një procedurë të nostrifikimit, edhe të Maqedonisë së Veriut i njeh. Të gjitha shteteve tjera, por vetëm të Kosovës për shkak të preambulës Republika Kosovës. Domethënë këtë nuk e njeh. Ka njohur deri në vitin 2008 dhe pastaj nuk i njeh. Domethënë pas shpalljes pavarësisë nuk i njeh, edhe pse dërgojmë me këto vërtetimet përmes UNMIK-ut, i cili funksionon në kuadër të Kombeve të Bashkuara. Mirë po prap kjo nuk i njeh. Dhe një i diplomuar në Kosovë vjen në Luginë, kërkon që të futet në punë, nuk i njeh diploma, ai çka do të bëj? Ai ose do të shkojë në Gjermani ose do të kthehet në Kosovë të kërkojë punë. Dhe ka shumë të rinj të cilët studiojnë në Kosovë dhe mbeten në Kosovë. Por nëse Shqipëria dhe Kosova financojnë për ju, japin fonde për zhvillim, për shkolla, i lejon këto shteti i Serbisë? Po, për fonde nuk ka asnjë problem. Nuk ka asnjë problem. Përmes Bankës Popullore, pastaj ata neve na
bartin e llogaritë tona, nuk ka asnjë problem, çdo fond domethënë është i lejushëm. Vetëm i inkurajoj që të ndajnë fonde. Po. Kosova edhe pse u kesh përdorën këto mjete, prap po them, dhe prap ka tendencë që në vazhdimsi të kesh përdorën. Është fut në vi buxhetore. Nesër mund të ndrohen qeveritë. E rëndësishme është që në vi buxhetore është Lugina Preshevës. Po, pavarësisht se këta abuzohen. Shqipëria ende nuk e ka në vi buxhetore. Nuk e ka në vi buxhetore. Edhe nga këtu shfrytëzoj rastin të bujthirrje qeverisë në Shqipëri që të ndajë një fond simbolik. Do të thonë ne kemi kërkuar edhe fondin kombëtar të solidaritetit që kemi quajt, ku Kosova dhe Shqipëria bashkë të bëjnë një fond në ato mbledhjet e dy qeverive që i bënin. Që ndajë një fond përbashkët, domethënë për shtetin shqiptar dhe për shtetin e Kosovës. Nuk është asgjë ndan 10 milion euro në vit. Ne kemi buxhetet e vogla në komunat tona, si më bëjnë në Preshev. Do thonë neve nuk na mbesin as diku 800.000 euro për investime kapitale gjatë një vitit. Dhe një ndihmë prej Shqipërisë dhe Kosovës për të investuar në Lugin, sado që të jetë e vogël është shumë e mirëseardhur dhe e nevojshme për neve. Kosova është futur në një krizë ciklike. Për mos formimin e qeverisë, kjo bë 7 muaj që çdo ditë hum nga $2 milion nga buxheti. Plus janë bllokuar fondet e zhvillimit nga BE, marrëdhëniet me Albin Kurtin janë pre përfundimisht, de facto ai është non grado sot, nuk është de jure, përderisa nuk e takon as ambasadori amerikan me sa di unë. Po, kishte një reagim. Po, një reagim, nuk do të takojmë. Tash do të kemi, afrohemi shkurt do të kemi problemin e presidencës që mbaron mandatin, pra do të futemi në një krizë tjetër që nuk mbetemi pa president, dhe kjo krizë mund të krijojë një krizë në rajon sipas analizave të huaj. Sidomos analizë amerikane. Si e shifni këtë dhe sa do të ndikojë kjo krizë në luginën e Preshevës? Dhe si do të ndikojë? Për fat keq, Kosova nuk po arrin që të zgjedh institucionet e reja nga zgjedhjet e fundit që i pati. Tash është periudha kur përfunduan zgjedhjet lokale dhe në disa komuna, në shumicën e komunave, do të ketë edhe balotazh apo raund të dytë të zgjedhjeve. Dhe siç po shihet, domethënë në fund të vitit ne do të kemi edhe zgjedhje të reja parlamentare, ku nga ato zgjedhje, zgjedhjet ishin shumë afër. Nuk është se ka kaluar një kohë e gjatë dhe elektorati ka ndryshuar mendje. Domethënë mund ndryshojnë gjëra të vogla. Dhe fatkeqësisht është që nuk ndryshon mendje. Për fat keq. Mirë po, kjo e fut Kosovën në një krizë të re. Do thonë kemi një qeveri teknike e cila funksionon, po nuk mund të marrë vendime. Dhe fatë edhe ju, ndoshta keni informacione edhe më tepër se unë për këto mjete që i humb. Dhe kjo është jashtëzakonisht e keqe. Janë shifra, janë fakte. Jashtëzakonisht e keqe. Kjo është jashtëzakonisht e keqe për shkak se populli i Kosovës, domethënë ka dalë nga lufta. Kosova është një shtet i vogël i cili ka qenë në zhvillim e sipër dhe për një herë po stagnon për shkak të tekeve dhe inateve të ndryshme mes rivalëve politik, po edhe tjetra. Domethënë në zgjedhjet e fundit, në mbrëmjen kur është pallë rezultati i zgjedhjeve, unë aty kam thënë se ne po hymë në një krizë tjetër, për shkak të kur zoti Kurti e shpalli fitoren dhe i quajti hajvanat parti tjera, do të thonë aty u dha mesazhi se nuk ka bashkëpunim me ato. Dhe tash numrat ishin ato që ishin. Nuk ka ndonjë formulë tjetër matematikore e cila mund ta pastaj për etik fituesi e ul ritmin e se nuk e marrove lojë, marroi loja në dora i pe dora. Pikërisht. Unë do të thonë Kurti është Kurti. Po nuk e di tash mënyrën si funksionon Kurti, unë po flas kur unë kam fituar, unë i kam falendëruar edhe rivalët, edhe i kam ftuar që të nesrit për bashkëpunim. Po. Do të thonë pa i ofendu. Pa i ofendu askënd. Po s'ke nevojë më ofendu. Mirë, po kjo do të thonë na tregoj se po futemi me një krizë të re. Si duket, lëvizjes vendosje, po i duhet ose pushteti absolut, ose po i duhen krizat për me mbijetu. Dhe tash do të futemi me një fazë të re, do të futemi me një problematik të re, do të vinë zgjedhjet dhe ndoshta do të vazhdojë edhe një vit kjo situatë ku nuk do të kemi institucione të reja. Dhe plus kësaj, vjen edhe çështja e presidentës, ku do të kaloj mandati dhe nuk ka të drejtë të ushtrojë detyrën, dhe pastaj do të mbetemi pa qeveri, pa president, dhe kjo është jashtëzakonisht e rrezikshme dhe keqe. Dhe japim mesazh shumë të keq edhe te faktori ndërkombëtar. Jo, e kemi dhënë mesazhin e keq, mos u mërzit për atë punë, e kemi dhënë. E kemi dhënë mesazhin e tregojnë faktet se çfarë po ndodh. Po izolohet, nuk ka takime me qeverinë e Kosovës, nuk ka fonde, nuk ka këtë. E kemi dhënë.
Kjo është përkeqësardhje. Kjo Jo, është kjo nuk është përkeqësardhje, po kjo mund t'i kushtojë jo vetëm Kosovës, po mund t'i kushtojë dhe ju Sigurisht. shumë në një kohë që Kosova dhe Shqipëria duhet të ishin ndihmë në rastin e juaj. Duhet që Si të pjesë formojnë shqiptare. institucionet dhe ta ngrisin zërin Po. dhe ne të presnim që të na mbështesin më tepër. Në anën tjetër shohim se nuk po krijohen këto institucione, po futen në një krizë të re, prej krize në krizë, prej një krize të vogël në një krizë më të madhe. Kjo është është dëshpëruese, do thonë. Jo është dëshpëruese, më është shumë më thellë mendoj sepse krizë mas krize, ai që theti po i largon ndërkombëtarët dhe që të jemi të sinqert, unë mendoj dhe e kam thënë në shumë media që ne pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pa NATO-n dhe pa BE-n nuk do ta kishim shtruar dot Kosovën me gjithë mundin sakrificat e UÇK-s. Absolutisht po. Pra, që Kosova, që u shifte si miku kryesor i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, mas 25 vjetës formimit shtetit Kosovës, të arrijë në një gjendje që të shifet jo vetëm me skepticizëm, po sa që janë lodh ndërkombëtarët me ne, dhe po shifet si viktim Serbia, të arrijë deri ambasadori Hill, të arrijë të thotë që bëm gabim që i dham pavarësinë Kosovës, se ne dy e shohim Kosovën me sentimentet e shqiptarit, po vene veten pozitat e një të huaj. Dhe jemi në një situatë ku geopolitika është në një turbullancë të madhe, nuk e dim se do të ndodhi. Zot harroje, po të largohet nesër. Për gjitha këto që po i përmendni, në Serbi gjithmonë janë në faqet e para të gazetave. Gjitha këto që unë po përmend. Të gjitha këto që po i përmend. Do të thonë reagimi i ambasadës që i ngrin raportet dhe takimet, nuk do të ketë bashkëpunim për një kohë caktuar me qeverinë. Kjo ka qenë në faqet e para të gjitha gazetave në Serbi. Ata kanë festuar si fitore shumë të madhe. Po fitore është për ta. Po shifën raportet e tyre me diplomatët amerikanë, po them. Kanë avancuar shumë. Kanë avancuar shumë. Kanë avancuar shumë këtë drejtim dhe prej një pozite ku kanë ardhur amerikanët, evropianët, na kanë shliru, e kanë shliru Kosovën, se ne llogarisim veten. E kanë bombarduar Beogradin. E kanë bombarduar Beogradin. Për një periudhë kaq të shkurt, që të kthehet komplet politika në favor të Serbisë, këtë nuk e ka prit askush. Kjo është e tmerrshme. Si e shpjegoni këtë? Si ta shpjegojmë? Nuk dia si ta shpjegojmë. Edhe ne pyesim. I pyesim disa të tjerë që ndoshta marrin vesh më tepër se ne në politikë. Si e shpjegoni ju këtë? Askush nuk ka shpjegim. Jo, kam shpjegimin tim. Kjo është e pashpjegueshme. Jo, kjo është e shpjegueshme. Po na thuj. Kjo është e shpjegueshme që ne po punojmë për t'i dhënë Serbisë favore. Pse e din ato që e bëjnë këtë punë? Me vedi apo pa nuk e di, po rezultati është ky. Rezultati është ky. Rezultati është me vedi apo vedije, unë nuk mendoj që Kurti nuk ka vedije. Edhe unë nuk mendoj që nuk ka vedije. Me prodhimin, me ekonominë, si jeton? Po flas për Bujanocin, zonën ku jeni kryetari komunës Bujanocit. Çfarë ekonomie ka dhe si lëviz ekonomia atje? A ka prodhime të vendit? A ka industri? A ka industri ushqimore, industri të lehtë? Si jeton? Në Bujanovac, rrugësi i qetësisë sociale është sektori privat. Sektori privat. Bujanovac e ka shumë të zhvilluar sektorin e prodhimit të dyreve dhe dritareve nga alumini dhe plastika. Do të thonë pas heqjes së vizave për Serbinë, shtetasit e Serbisë, këta prodhues në Bujanovac deportuan në Evropë. Do të thonë filluan që produktet e tyre të çojnë kryesisht në Zvicër dhe Gjermani, sepse ne kemi diasporën shumë të fuqishme. Dhe lidhjet familjare njëra tjetra kanë arritur që të deportojnë në Evropë. Do të thonë kjo veprimtari është e zhvilluar. Se i përket bujqësisë nuk është shumë e zhvilluar. Bujqësia është shumë pak e zhvilluar. Ka një numër të vogël të bujqëve të cilët nuk kanë shumë tokat, do të thonë kanë parcela të vogla apo prodhojnë më tepër për vete apo vetëm për gjatë sezonës verës ato produkte të cilat i prodhojnë i shesin aty për aty në sezona të ndryshme. Në anën tjetër i kemi pas disa ndërmarrje shtetërore, të cilët kanë vepruar në Bujanovac, si goma plastika për shembull, ku kanë prodhuar produkte ndryshme të gomës dhe plastikës, ku i ka pas 1800 punëtorë në një kohë. Dhe ka qenë pastaj territoria e qytetit, ku i ka pas mbi 500 punëtorë. Dhe mos t'i numëroj disa ato janë të likviduara, janë të bankrotuara, janë të mbyllura dhe në proces të privatizimit janë hedhur disa herë.
Në momentin që është paraqitur blerësi shqiptar, ky proces ka dështu. Ka dështu. Dhe nuk ja shesin shqiptarëve, serb lokal nuk ka që i blejnë Që ti këto. blej. Ka qenë një fabrikë e duhanit e cila ka qenë shumë e popularizuar tek ne sepse deri në vitet aty diku 2000-2001-2 shqiptarët shumë kanë punu duhan. Andej tek ne dhe gjithë familja ka qenë angazhuar gjatë sezonës verës, mirë po në vjesht kanë marrë një sifër të konsideruar të mjeteve financiare ku kanë mbajtur familjen ndoshta për një vit. Dhe këtë e kanë ndalu. Domethënë pastaj është dashur kontratë bëhet me fabrikën e duhanit që t'i jepet fara të mbikëqyret ky proces i prodhimit, të jetë i licencuar e kështu me radhë dhe këtë fabrikë e ka privatizuar shteti dhe ka ardhur ka blerë një serb nga brendia e Serbisë dhe tash po ndëgjoj që 2-3 muaj domethënë është e mbyllur, nuk ka prodhim dhe e ka pas afatin ligjor brenda 2 viteve që mos ta shes, mos ta tjetërsoj, mos ta zvogëloj numrin e punëtorëve, ka pas edhe kushte që t'investohet për një periudhë caktuar, pasi ka përmbush të kushte. Dhe tash është i liruar, tash ka filluar që të bëj plane tjera për shqitje, për parcelizim, për ndërtim, gjana tjera. Pra në momentin që blerësi lajmërohet shqiptar, procesi kthehet në pikën 0. Dhe na kanë mbetur Dhe paralizon kanë mbetur gërmalla në qytet ato fabrika të cilat dikur kanë pas një numër shumë të madh punëtorëve dhe nuk funksionojnë. Do funksionimi është vetëm me treg me mjepe të ndërmarrje të vogla. Po të ardhurat e emigracionit, janë remitancët e emigracionit. Janë shumë të mira, domethënë ne kemi thash diasporën shumë të fuqishme. Është një infuzioni më i madh që ne aty e marrim prej mërgatës. Ata kur vinë gjatë stinës verës zakonisht, po ata tashmë nuk është gurbeti siç ka qenë të kaluamën që një herë në vit kanë ardhur në pushime, 4-5 herë në vit vinë njerëzit aty dhe investojnë. Do të thonë ndërtojnë shtëpi, blejnë banesa, blejnë toka, blejnë lokale, organizojnë darsmat, të gjithë darsmat do të thonë diaspora i bën te ne në Lugin dhe unë shpesh herë them vinë 5 anëtar të familjes me 5 kuleta, të gjithë harxojnë dhe kthehen pa lek atje. Tash edhe kjo man atë që thatë ju qetësinë sociale. Po është një infuzion shumë i mirë që i jepet Bujanovcit gjatë Bravo diasporës. Diaspora gjithmonë ka qenë ndihmëse. Gjithmonë ka qenë. Po trajtimi i qytetarëve flas për qetësinë sociale të raportit qytetarëve shqiptar me policinë, mbasi u thotë që policia kontrollohet nga serbët. Si është? I ngacmojnë shqiptarët, i persekutojnë, i ndalojnë padrejtisht? Unë mund të them se Serbia nuk është shtet ligjor, është shtet politik. Her pas here kanë probleme shqiptarët me policinë, mirë, po jo siç ka qenë në vitet deri në vitin 2000-2001. Do thonë atëherë janë rrahur shqiptarët, janë maltretuar në forma ndryshme. Sot jo, në këtë formë, domethënë përveç asaj pasivizimit apo spastrimit etnik siç e quajtëm, kështu raportet janë në rregull. Ne kemi edhe shqiptar, domethënë pas marrëveshjes së Konçulit në vitin 2001, ku shqiptarët atëherë pas demilitarizimit të UÇPMB-s, është nënshkruar një marrëveshje mes qeverisë Serbisë, UÇPMB-s atëherë dhe me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar dhe me garantimin e faktorit ndërkombëtar, ku edhe atëherë në atë marrëveshje ka qenë kusht që shqiptarët të integrohen në strukturat e shtetit serb dhe atëherë është formuar policia multietnike. Atëherë janë futur disa shqiptar në polici multietnike, mirë po nga viti 2000-2001 deri sot shumica tyre janë para pensionit. Dhe këta nuk po zëvendësohen me shqiptar. Do të thonë po merren vetëm serb në polici. Mund të them që 10 vitet e fundit vetëm 4 apo 5 shqiptar janë futur në policinë e Serbisë. Raportet nuk mund të them janë të këqija në mënyrë individuale, domethënë po mirë po politika shtetërore përmes policisë vazhdojnë edhe duhet ta zbatojnë. Raportet tjera me serb lokal, me rom lokal në Bujanovc janë të mira, nuk ka probleme ndëretnike. Midis serbëve lokal edhe shqiptarëve, edhe romëve. Kemi raporte nuk ka raporte konfliktuale. Pim kafe, kemi kafeteritë që ulemi njëri te tjetri dhe kështu me radhë. Do të thonë ky raport është në rregull, është shëndosh. Kjo ju preket një temë që unë shpesh e kap. A mendoni se në këtë situatë që gjendemi ne shqiptarët dhe me gjithë historinë tonë që thotë me gjak e njërin tjetrën,
serbët nuk do të shkojnë kërkon, do të rrinë aty ku janë. Sigurisht. Shqiptarët do të rrinë aty ku janë. Për mos thonë më të keqen që nga Lugina Preshevës po largohen. Po ashtu edhe nga rajonet tjera, nuk e di sa në Maqedonia po. Po ndodh në Shqipëri, po ndodh kudo kjo vala migrimit. Po largohen edhe serbët. Po largohen edhe Po serbët. largohen edhe romët. Aha. Unë thash, kjo është e një valë që ka kaplu Ballkanin. Dhe ne duhet ta dim se vetëm rajoni i Minhenit mund ta marrë të gjithë Ballkanin të përbi dhe të mos vrehet se ka shtim të madh popullsisë. Po. Tashi, në këtë situatë, a mendo që në lidhje me Serbinë duhen gjetë më mirë, jo duke toleru, por duke gjetë një mundësi për mos qenë më në këtë politikë konfliktuale, agresive, për mos thonë lufte me Serbinë, të gjenë ura bashkëpunime dhe si mendoni për Albin Kurtin që ka prej komplet bashkëpunimin dhe me Shqipërinë dhe me Serbinë. Po kjo nuk do të kishte dashur të ndodhë, për shkak se vetëm përmes bashkëpunimit, vetëm përmes dialogut mund zgjidhen problemet. Do të thonë tash situata në cilën është Kosova dhe Serbia është duke i konvenuar vetëm dy persona, Aleksandar Vučići në Serbi dhe Albin Kurti në Kosovë. Dhe kjo, do të thonë çka do të bëjmë ne? Ne do të vazhdojmë të ankohemi. Ne do të vazhdojmë të kemi raporte tek QIA. Mirë, po ne një ditë, edhe ne politika po flas, po edhe ju gazetarët, edhe të gjithë njerëzit të cilët merren me jetën publike, duhet t'i shpjegojnë fëmijëve vet çfarë kanë bërë ata që të rregullojnë raportet, sepse ne e dim çfarë fshiu kemi. Ne nuk e kemi fëmijë më të mirë as Maqedonin. Nuk e kemi fëmijë më të mirë ndoshta as Bullgarin. Dhe në periudha të ndryshme të historisë kemi pas konflikte edhe në pjesë e këtij Ballkani jemi. Komplet Ballkani gjithmonë ka pas lufta, ka pasën probleme të tilla. Mirë po, a do ta jetojmë gjithë jetën duke u ankuar? Do ta jetojmë gjithë jetën duke thënë se ky nuk bën? Do thonë, hajde të integrohemi, hajde të bisedojmë, hajde vetëm përmes dialogut mund zgjidhen problemet. Jam dakord. Forma tjera nuk ka. Do thonë tash na po flas për Bujanovc. Në Bujanovc ne kemi filluar që mos tankohemi shumë. Po ne kemi filluar që të vendosim praktika, cilat janë ato. Për shembull, unë kam financuar renovimin e gjykatës në Bujanovc, një pjesë me një shumë simbolike. Dhe gjithashtu kam financuar disa kërkesa të shtëpisë shëndetit, e cila është në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë. Kam financuar gjithashtu edhe shërbimin e zjarfikësve, e cila është në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Disa kërkesa i kemi realizuar për policë. Dhe kjo është praktika me cilën unë edhe ambasadorëve e them. Mund të japësh rrugë bashkëpunimit. Unë i kam bërë këto hapa. Mirë, po në kundër veprim nuk ka ende asgjë. Ju lutem intervenoni, bëni shtypje Serbisë që të na kthej këto gjëra. Do të thonë, nëse unë e kam nda 0.5% buxhetit për një projekt caktuar në organet shtetërore, fiks aq me atë përqindje ne të ndaj shteti për Bujanovcin. Kërkoj gjëra vogla. Panorama që paraqitet ju dhe që ashtu është realisht, është pesimiste. Ta mbyllim me një gjë optimiste. Çfarë shihni? Zgjidhjen e problemit Luginës Preshevës dhe marrëdhëniet me Albin Kurtin, se mund të jetë nëse do të jetë një ditë një tjetër, marrëdhëniet me Albin Kurtin si do të shkojnë dhe marrëdhëniet me Serbinë, dhe a shihni që një moment paqe midis serbëve, Luginës Preshevëve, Kosovës, pa u fut në këto detajet e cicmicave ballkanike. Edhe në traditën e shqiptarit, gjithmonë ka qenë që vëllezërit e mëdhenj janë kujdesur për vllahun e vogël. Po. Vllau i madh për neve është Shqipëria. Vllau tjetër është Kosova, ndërsa ne jemi vëllezërit e vegjël atje. Dhe ne gjithmonë sytë kemi të kthyer ka Kosova dhe Shqipëria. Unë nuk kam asgjë personale as me zotin Kurti, as me lider tjerë. Tash, domethënë jemi gatshëm gjithmonë dhe kam kërkuar bashkëpunim me institucionet. Si në Shqipëri, ashtu edhe në Kosovë. Unë jam shumë optimist që shqiptarët do t'i thirren mendjes dhe të ulemi bashkë, të bëjmë diçka për Luginën, mendoj që është treni i fundit. Nëse tash nuk bëhet diçka, më vonë do bëhet më keq. Sot të gjithë ne çojmë për Medvegjën. Mirë, po në Medvegjë kemi 500 shqiptar dhe asnjëherë nuk do të kemi 501 shqiptar. Mund të kemi 400, po 501 nuk besoj që do të kemi. Faleminderit. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi dhe do të takohemi. Shumë faleminderit edhe juve, kënaqësia ime.